Dje në stadiumin e qytetit në Gostivar në ndeshjen hapëse të xhiros së tretë të kampionatit në ligën e parë, skuadra e Arsimit nga Çegrani mundi 1-0 Bashkimin e Kumanovës, duke i arkëtuar 3 pikat e para pas 2 humbjeve të thella nga Tikveshi dhe Bregalnica në 2 xhirot e para. Autori i golit të vetëm të kësaj ndeshje ishte rezervisti Contreras, i cili në minutën e 82 u shkëput shumë mirë në krahun e majt dhe goditi në portën e skuadrës nga Kumanova. Në këtë aksion asistim të shkëlqyer dha futbollisti Mateo Sofjanovski. Skuadra vendase që drejtohet nga trajneri Vildan Saliu e dominoi ndeshjen duke krijuar disa raste të cilat nuk u konkretizuan, ndërsa në njërin prej tyre goditen edhe shtyllën e portës së Bashkimit. Nga ana tjetër, mysafirët të shpresonin të merrnin të paktën një barazim dhe ishin shumë pranë realizimit, por në fund nuk arritën të përballonin presionin pa psuar gol. Me këtë fitore, skuadra nga Çegrani regjistron 3 pikat e para në kampionat, ndërsa Bashkimi i Kumanovës vazhdon të presë për fitoren e parë të sezonit. Në xhiron e ardhshme, Arsimi do të përballet me Shkëndin Araçinës, ndërsa Bashkimi do të luajë kundër Bregalnicës.